Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit qershor për shenjën e Gafores. Gafore qershori është muaji juaj i shumë pritur pasi Jupiteri, planeti i fatit, i bollokut, i zgjerimit, futet në shenjën tuaj me datë 9 qershor dhe do të qëndrojë me ju deri në qershor të 2026-ës. Prandaj gaforet janë shenja më me fat në këto 12 muaj të ardhshëm. Dhe do ta ndjeni këtë ndryshim që në javën e parë të qershorit, ku ju shikoj mjaft të lumtur, mjaft të qetë nga ana emocionale, mjaft të ekuilibruar, shumë krijues, me një frymëzim të jashtëzakonshëm në këtë periudhë, sidomos gaforet që merren me punë artistike, do të shikoni që kreativiteti juaj do të jetë shumë i lartë dhe do të krijoni gjëra shumë të bukura në fillim të qershorit, por do të jetë edhe një javë shumë pozitive për dashuri, për romancë. Nëse jeni në një lidhje dashurie momentalisht, shikoj që mund të merrni dhurata nga partneri ose partnerja juaj, mund të merrni vëmendje gjatë kësaj kohe, komplimenta, ndoshta do të dilni më shumë, do të shpenzoni më shumë kohë me njëri tjetrin, do bëni gjëra interesante, pra ju shikoj të përgëdhelur, të dashuruar, me shpirtin plot, do të ndjeni shumë mirë. Do të jetë një javë shumë e bukur edhe për gaforet që janë momentalisht single, por do të krijoni një njohje me një person që ka energji të fortë, ujë, një lloj si ju, shenjën ascendente ose shenjën e diellit në Gafore, në Akrep ose në Peshk. Ky do të jetë një person që do t'ju vijë si princi ose princesha e kaltër. Do të jetë kaq perfekt mënyra se si ju do ta kuptoni njëri tjetrin, ajo ndjesia që do të keni kur jeni bashkë, ajo ndjeshmëria emocionale që keni kur jeni me njëri tjetrin. Do t'ju duket sikur ky person është vërtet shpirti juaj binjak, do të rriten gjërat në mënyrë kaq organike, kaq të natyrshme, sa do ndjeni jashtëmase mirë. Aq bukur sa mund t'ju duket është shumë i veçantë, është shumë pozitiv për të qenë i vërtet, mund t'ju duket edhe si një ëndër gati e gjithë raporti, e gjithë njohja me këtë person. Javën e dytë pastaj shikoj çështje që kanë të bëjnë me familjen ose me banesën ku ju jetoni, që ju do të keni nevojë për një ndryshim. Pse e them këtë? Sepse duke qenë Jupiteri në shenjën tuaj, Jupiteri kërkon zgjerim, kërkon më shumë hapësirë, kërkon një vend që ti të kesh mundësi të shprehësh veten tënde, të ndihesh më rahat, të ndihesh më tepër komoditet. Sidomos në shenjën tuaj në Gafore do të lidhet me, nëse momentalisht jetoni në një apartament, mund të keni atë dëshirën për të blerë një banesë tuaj, një shtëpi që është më e madhe, apo për të marrë një apartament që është më i madh, nëse keni një dhomë kuzhinë, të merrni 2 dhoma kuzhinë apo të merrni 3 dhoma kuzhinë. Pra keni këtë dëshirën për më shumë hapësirë, për një vend që ti të kesh mundësi të shprehesh më shumë, apo nëse punon nga shtëpia, një vend që të kesh zyrën tënde, të kesh më tepër mundësi, mund të lidhet edhe me çështje për disa Gafore që kanë të bëjnë me pakënaqësi familjare. Mundet ndoshta të keni debate, të keni situata të cilat në familje ju bezdisin dhe ju keni nevojë për vendin tuaj, keni nevojë për hapësirën tuaj, nëse jetoni me prindrit, doni të jetoni vetëm, doni të jeni më të lirë, më të pavarur, mundet që mos të gjeni për krajen e duhur nga ana e familjes, mundet që t'ju kufizojnë në gjëra që ju doni të bëni, në iniciativa që ju doni të merrni. Për disa Gafore, këto kundërshtrime mund të vinë në lidhje me raportin tuaj, mund të mos pjesa e familjes mund të mos jetë dakord, mund të mos ju përkrajnë, mund të jenë edhe thjesht indiferent që nuk ju mbështesin, për shembull, ju dëshira mund të jetë për të bërë një fejesë, për të bërë diçka, një ceremoni dhe nga ana tjetër prindërit ju thonë nuk kemi para, nuk kemi mundësi, nuk investojmë dot në këtë pjesë, nëse do të bësh diçka bëje vetë. Pra mungon pjesa e suportit dhe kjo do të vijë nga ana e familjes të brendshme, bërthamës, prindërve, njerëzve me të cilët ju motra, vëllezër, njerëzit që i keni shumë afër. Shikoj të keni nevojë për një ndryshim pozitiv
gafore, për të qenë më shumë të lirë, për të pasur hapësirën tuaj, për të bërë një ndryshim, sepse energjia e shtëpisë është ndikon, ka një impakt i jashtëzakonshëm në gjithçka tjetër. Ju vetë si gafore, si shenjë, lidheni me shtëpinë, lidheni me familjen, lidheni me këtë energji. Dhe kur ti nuk ndihesh rahat në atë që konsiderohet si vendi yt i shenjtë, si zona jote e komfortit, ajo ngarkesë pastaj transmetohet edhe në aspekte të tjera të jetës tënde. Kështu që mos e shikoni si diçka negative, shikojeni thjesht si një ndryshim pozitiv për ju, që ndonjëherë duhet ndodhen disa zënka, disa debate, ose një gjë që të të mbushet mendja dhe të thuash, ok, ka ardhur momenti, këtu nuk jemi mirë, nuk jemi rahat, të bëjmë një gjë tjetër, të marrim një shtëpi më të madhe, të vëmë para më një anë, të shikojmë për opsione, se mundet edhe të keni ide ose frikra që nuk arrim dot tani, është shumë e shtrenjtë për të blerë një shtëpi, nuk kemi mundësi për të blerë një shtëpi, nuk kemi opsione, po ti nuk e di atë që ti nuk di. Pyesni, interesoni, shikoni se çfarë opsionesh ka, opsione për kredi, për shtëpi, për persona që ndoshta blejnë shtëpi për herë të parë, nëse ka favore të ndryshme, provojeni se kjo pjesa do ta keni gjatë gjithë muajve, gjatë gjithë vitit do ta keni këtë dëshirën për më shumë, për më tepër hapësirë, për të qenë më rahat, për të qenë më komod. E them këtë sepse shikoj edhe në javën e tretë që do të këto zënkat edhe këto pakënaqësitë në familje do të ndikojnë tek humori juaj, do të ndikojnë tek niveli i energjisë që ju do të keni, mund të ndjeheni të lodhur, mund të ndjeheni të putur, të pamotivuar gjatë kësaj javësh, të gjitha sepse ka njerëz që po ju marrin energjinë, ka njerëz që po ju lodhin, po ju ngarkojnë më shumë siç duhet. Për disa gafore, këtë mungesë frymëzimi, këtë mungesë motivimi e shikoj për shkak të frikës, një frikë e brendshme e juaja. Ky person mund të jetë fantastik dhe e shikoj që ka qëllime shumë të mira, shumë pozitive në javën e parë. Deri në javën e tretë, ato frikrat e së shkuarës do t'ju bllokojnë, do thoni jo po prit, ndoshta është një gjë që ky person po më manipulon, po tregohet kaq i mirë ose kaq e mirë në fillim dhe më vonë sa të dashurohem unë, sa të jepem unë, pastaj do ndryshoj komplet. Kjo vjen vetëm nga frika e gjërave të së shkuarës, nga një nevojë për t'u shëruar nga ana shpirtërore, nga disa pasiguri që janë tuaja që nuk kanë të bëjnë vetë me personin, apo me çfarë personi po ju thot, apo me çfarë po ndodh në këtë raport. Kështu që çlironi nga frika, rigjeni motivimin, jo gjithçka ndoshta mund ta realizoni brenda muajit qershor, por merreni ato ngjarje që do të ndodhin në javën e dytë dhe në javën e tretë sidomos, merreni si shenja që keni nevojë për një fillim të ri, sepse qershori është një muaj që kemi shumë planete në shenjën tuaj në gafore. Sigurisht kemi gjatë kësaj kohe një hënë të re në gafore me datë 25 qershor, që është energjia e një fillimi të ri, e marrjes së një iniciative të re, sidomos fillime të reja për çështje që kanë të bëjnë me shtëpinë, me vendin ku ju jetoni, me familjen tuaj. Pra të marrësh një shtëpi të re me qira, të ndryshosh lagje, të blesh një shtëpi, të gjitha janë të favorizuara. Përveç kësaj kemi edhe Mërkurin, që është planeti i komunikimit, që është në shenjën tuaj, në gafore, duke filluar nga data 8 qershor. Dhe këtu ju bën edhe shumë empatik, ju bën edhe shumë të ndjeshëm Mërkuri, që çdo gjë e merrni shumë personale, e merrni shumë afër zemrës. Ndonjëherë gafore këto shumë gjëra që mund të thohen edhe që mund të ndodhin, ndoshta s'kan të bëjnë fare me ty në mënyrë personale, po kanë të bëjnë vetë me njerëzit rreth teje. Ato vetë janë të pakënaqur, ato vetë janë të palumtur, ato vetë nuk janë rahat, edhe të thonë ty diçka më shumë, por nuk është një gjë që është faji yti. Përpiqu mos ta marrësh shumë afër zemrës çdo gjë, shumë personale çdo gjë, se do mërzitesh ti vetë, do shqetësohesh ti vetë, mundohu ta kalosh
këtë pjesë. Po shikoje, si që ju thash, mendoje si muajin e transformimit, si atë muaj që po t'i jep shtys në drejtimin e duhur. Dhe java e fundit është java që e konfirmon këtë gjë, që më thot pavarësisht se në të shkuarën ti ke pasur gjëra që dëshira, ke pasur gjëra nga ana emocionale, të cilat ti përpiqesh që ti mbash, tani ka ardhur momenti për të bërë një ndryshim. Ka ardhur momenti për çfarë ka funksionuar më përpara, ka kohë që nuk funksionon më, ka kohë që nuk shkon më ashtu siç duhet, tani ti duhet shohësh drejt së ardhmes. Duhet mendosh për dashurinë për veten, duhet mendosh për çfarë është më e mira për ty, ndoshta edhe të tregoheni pak egoist, edhe të ecni përpara në rrugën e duhur. Kjo vlen për ato gafore që kanë pak kënaqësi në familje, pra mund të jetë e vështirë se sigurisht janë prindrit, është familja jote, nuk do të largohesh, nuk do të shkëputesh, të distancohesh, po më e mira është që ti të fillosh rrugtimin tënd vetëm, të kesh hapësirën tënde, të kesh lirinë tënde. Vlen gjithashtu edhe për personat të cilët filluan këtë njohjen e bukur, këtë njohjen kaq pozitive, dhe frika nga zhgënjimet e së shkuarës të mban bllokuar. Jo, ec në këtë rrugtim, jepi një shans personit për të njohur se kush ti je realisht, për të njohur zemrën, për të njohur shpirtin tënd dhe për të ndërtuar diçka të bukur bashk. Dhe nëse ti ke një dëshirë që do ta realizosh, ke diçka që do ta provosh, do të marrësh një vendim dhe e ndjen veten, ndjen një lloj kufizimi, ndjen një lloj bllokimi, sidomos kur ambienti nuk të lejon për shembull të fillosh një biznes që mund ta kesh nga shtëpia, sepse Jupiteri të ndihmon në këtë drejtim, biznese që janë home based, që i thonë, ose që ti fillon i menaxhon nga shtëpia, janë shumë të favorizuara gjatë periudhës ku keni Jupiterin në shenjën tuaj. Kjo do të largimi të shkëputurit do të të ndihmoj që të kesh mundësi të bësh ato gjëra që ti bën, ato vendime, ato iniciativa që kreativitetin tënd ti ta shfrytëzosh pozitivisht, pa të bllokuar dikush, pa dëgjuar frikrat, paranojat e dikujt tjetër, pa pasur tension nga një palë e tretë. Jo më kot për muajin, pikërisht për këtë periudhë, për periudhën e qershorit, por mund ta përdorni këtë gur gjatë gjithë 2025-s, edhe pjesës që ka mbetur dhe 2026, siç ju thash, deri në qershor, kur keni Jupiterin në shenjën tuaj. Për ju është guri i turquoise, që quhet anglisht, ose turkezit. Dhe mesazhi thot: universi të përkrah gjithmonë, je me fat, je e mbrojtur. Ky është guri që lidhet me energjinë, me planetin e Jupiterit, që udhëheq edhe shigjetarin, guri i fatit. Turkezi është përdorur që në antikitet është një nga gurët më të lashtë si hajmali për mbrojtje, dhe është parë edhe në mburojat e gjeneralëve otoman, kur shkonin në beteja, ato e kishin gur të gdhendur në mburoja për fat, për mbarësi, që ata mos ju ndodhte asgjë që të dilnin fitimtar në betejë. Prandaj turkezi, siç ju thash, një nga gurët më të favorshëm, një nga gurët më mbrojtës, mbron nga negativiteti dhe të ndihmon që ti të arrish rezultatet më pozitive, që ti të kesh fat, që ti të kesh mbarësi. Prandaj, nëse jeni të interesuar për këtë gur që është kaq i veçantë dhe kaq i lashtë, i përdorur që në antikitet, për aftësitë për të mbrojtur dhe për aftësitë për të na ndihmuar që fati të jetë në anën tonë dhe të kemi sukses, këto byzylyk mund t'i porosisni direkt me turkez 100% natyral. Mund t'i porosisni nga websajti im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e shikoni këtu poshtë tek video, e keni edhe tek përshkrimi. Dërgesat
bëhen në të gjitha vendet e botës. Nëse jeni të interesuar, futuni tek website-ja, aty mund të gjeni edhe unaza, mund të gjeni edhe vath, mund të gjeni edhe varse, plot keni opsione nga më të ndryshmet, thjesht në Golden Truth Tarot. Okej, të shtrenjtët e mi, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për muajin qershor. Ju uroj shumë fat, shumë mbarësi, shumë sukses dhe gjithë të mirat. Nëse ju pëlqeu ky lexim, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe që mos të mbisni videot e ardhshme dhe shpërndajeni edhe megaforët e tjera që kanë nevojë ta dëgjojnë këtë mesazh. Gjithë të mirat, të bashkë të dëgjohemi. Mirupafshim.